Petrit Qarkagjiva, po vje ka dalë. Ajde bujë në studio që po të presi mirë se erdhe që kështu, në? Një dita? Si jeni? Mirë jeni? Po, në një lutëm? Qa të bo? Që? Bukur mirë? Po mirë në festival. I lodhën? Jo. Po me qenë sot të shku gjithë shka mirë, ajo dhe po t'jep nga për motivim. Kështu që po t'a heke dhe lodhin. Super. Atë ka ra gati gjithë herë me umar me ditët e nëntorit? Me ditë, po, është edicioni dytë i ditëve të nëntorit, dhe më thonë dhe si Fondacioni për Gjakovën i ka bu dhe i stash 4 festivale. Dhe më thonë, vjetë e kemi fillu me ditë të shqiptarit, e këna vazhdu nëntor me ditë të nëntorit, edhe si vjetë edicioni dytë njëjtë. Qështu? Kështu që... Veç shumë mirë që se keni bot ditët e nëntorit, më konë Mars ati shkati, që i bojnë dhe kombinime shumë të naka një herë. Jo, mirë. E di këto diskotekat jashtë që i festojnë 28 nëntorit me 12 nëntor, për shamë. Dhe ne bojnë dhe ashtë kombinime. Kjo warm-up për 28. Po, më nëzhe aty situata. Po dhe ideja është se e dinti që Gjakova Kogja mas shtatorit vdekë në aspektin kulturor, e kom fjallin, nuk është i fort të ndodhë diqka. Vera është e gjallë, është Kogja e lezeshme, komplet, kur fillon prej gati, prej majtë deri në fund të shtatorit, mirë po mas tej, kur e fillon ftohet, në përgjithësi i rofshit duke gjinit, bjen një falsificim. Kështu që kjo një iniciativ shumë lezeshme ka dalë përfundimisht. E pse Gjakova u zgjalla? Po se, jo, drejtë me të thonë, mu më ka ardhë ftesa me bashkan gjitë fondacionit prej 2 shokëve të me, prej Arjan Lilës edhe Arbner Pullës. Po shrijet që Gjakova artë rasta. Po, si full Lilë. I kanë le, do me thonë është një iniciativ e njerëzët që janë me prej ardhe, ose që janë të lindu në tritën në Gjakov, që baza vullnetare mu mundu me bo një festival për disa arsye. Njona për arsyeve është edhe me gjallë jetën kulturore, ose ma mirë me thonë me dhonë një input prej anës tonë, po të njëjtën kohë edhe një përkrahje turizmit kulturor. Ashtë që kjo është ideja aktivizon gogja shumë. Po. Sa di, do më thonë, nuk është që lidhen disa ditë rresht edhe përfundon. Jo. E gjithë cikli, po që që keni planifiku kështu më saksisht? Njëjtin koncept e kena edhe soj për këtë verës, me qenë se njerëzit po janë zonën gjatë ditëve të punës, kështu që jemi fokusu të pramtëve dhe të shtunave. Do më thonë, këtë herë, gjatë nëntorit, kur fillon me koncertin Ermon Elajahus, që fillon me datën 15, që i bjen... Pas nesër, të shtunën. Mande e kemi vikendin e arshën pram të shtunë, mande e kemi ejtë pram të shtunë, me qenë se është veç dita e flamurit, i bjen... Dita flamurit i bjen e pram të mdukët, mirë po me datën 27 e kemi një koncert që ditë të lëshohën gjinja për i punës mujnë me ardhën në Gjakovë. Ose i lidhin ka pak, i lidhin pak të pushive dhe gjona, po. Ejtë pram të shtunë ka... Kështu që po i bjen Gjakova do tjetë aktive me një energji shumë të mirë për 3 javë rresht. Po, për 3 javë rresht, po paralelisht me koncertet, ka me pas edhe aktivitetet tjera. Janë disa panele diskutimi, është një panele librit i cili po ndodhë paralelisht, edhe kryesisht zhvillohet në hapësinat e Qarshis vjetër në për dyqane. Paneli librit në dyqanet po autorët vinë, flasin, jenë të shpërndom në disa dyqanet në ndryshme. Mirë po ka dhe mysafir, për shambull, si tazome kemi mysafir etnomuzikologën e njoftën, soj përket muzikës shqiptare, është fjalla për Jane Sugarman, që vjen prej New Yorkut. Ajo e studion folklorin shqiptar prej viteve të 70-ta. E studion krejt kohër, prej viteve 70-ta për krejt këto vjetë? Unë besoj që është prej etnomuzikologëve më serioze, e cila ka një onin më të madhe soj për këtë muzikës shqiptare, po jo veç folklorit, ajo ka bodhe një studim në lidhje me muzikën e viteve të 90-ta, në lidhje me rockun edhe hip-hopin e viteve të 90-ta, si formë rezistencës kulturore. Në Kosovë? Në Kosovë, po. Okej. Ju e një konë për atërsh, po, me 96-7 kështu që ajo ka një huni. Në pëllon e dinë për neve. E din. A ke vështirë me qenë pjesë?
E dit vetë nëntorit. Po jo, knatësi vallojnë, se drejtë me thonë edhe po të motivon kur përshet që po ka një rezultat konkret. Rezultati konkret është që ta zonë gjitha hotelet janë fully booked. Edhe bujtinat të shumë të asigurisht se aktivizohet aty qyteti, gjithçka lëviz ndryshon. Restoranet, lokalet, gastronomia, është edhe pse me restaurimin e qashis të vjetër që është bëu pjesë të shtetit, mos tash që është rishtru kaldërmi në qashin e vjetër. E heken asfaltin, a? E heken, jo, asfalt. Ka pas asfalt nuk, Ka pas asfalt. Kanë pas në varë. Ka pas kaldërm, mas një patë ndënu do gur granitit atë që po dijune, glareve se mas nejke. Mas nejke. Këllë me gjakovar me shti glareve. Të do të shka, prej të shpis këna me e gurë. Këna me këthuja për. Që që është punua, a është duke u punua. Është regullu, pjesa ba madhe, muna me thonë nja, po thuj se 50% e asaj pjesës qëtitorës qashis vjetër është e shtrume tashmo me kaldërm, që thojnë Turqi, thojnë Arnavut kaldërmi, thojnë Arnavut kaldërm, dhe më dhënë Turqi e përdorin Turqi e përdorin, kaldërmi shqiptar. Shqiptarët e kanë punu mas mire. E kanë punu mjeshtrat Dibran, që janë shumë karakteristike kjo. Ata kanë njoft. E kanë njoft, janë ndërtimtar të mirë, komplet edhe jam të njoftën edhe për ndërtimin e kullave në rrofshën e Dugazhinit, për këto shtëpitë vjetra me qërpishe, me dru, këto proponimet e tavaneve, mas të njoftën e qenë, janë mjeshtrat Dibran. Kështu ka me të dhati, Arnavut kaldërmi. Interesante Po thyën pak. Gjitha e Turqi, po. Legacy. Mirë, na e kena këta, kena këtë pjesë, po. Edhe, ty si arkitekt, në më thonë, sigurisht i ki këto informata dhe... Po, jam interesu pak, normal, ka interesu edhe ka aspektit. E ki prejka dhe Turqin për disa vjetë, për resht atje, me studime, apo që shka rri edhe e pjesë? Po, atje gjatë asaj kohë, merë informatat cilat tis, për shemull, nuk i kena pas këtu. Që për shemull, nuk e kum ditë që i thojnë Arnavut kaldërmi. Po, përveç kaldërmit shqiptarë, ka në një shprejtit për shqiptarë, Arnavut i nade, i natin e shqiptarë. Për çdo ditë më tepër po bim na. Atë për sidomos tash ku shohim çfarë ndodh skerën politike. Kjo vulgo vetë si këtu si në Shqipëri, si në Maqedoni, në krejt on. Apo prek diçka dhe në teatr ndohet ditët e nëntorit? Jo. Fatkeqësisht jo, ka qenë një tendence jona, nashta po shpresoj që bëhet në të ardhmen. Mirë po për momentin nuk kena mujtë me realizu diçka, është pak ma komplekse puna e shfaqjeve teatrale. Mirë po komplet kjo mahet në teatrin Hadisheu në Gjakov. Atër, nëse jo diçka rrëth të është hapsina. është hapsina cilën na ka leju komuna Gjakovës, na ka dhonë në dispozicion edhe teatri i Gjakovës. Kështu që jemi shumë falenderus për atë punë. Aty kanë mirë gjë, domethënë. Aty gjitha koncertet aty do të mohen. Është një sallë me një kapacitet gati thujse 700 ullëse, ka një akustik shumë, po mërej, për momentin që kemi në dispozicion në Kosovë është prej sallave më të mira. Kështu që po e shfrytëzojmë. Edhe është një sallë e cila mundësën, që është edhe ma interesantja, mundësën vendosjen e orkestrës simfonike, ka një pjesë, këto e në kërkesa shumë specifike në rastin e koncerteve tilla si Ermonelës, që është me trupën e orkestrës simfonike të teatrit operës të baletit të Shqipnisë. Ajo sallë e ofron atë mundësi. Mirë, gjithë shka është karon rënë vetën. E të biletat... Biletat janë të ushit online. Po, edhe një farloj, ishte planifikuar një farloj fondacioni, sa kuptoha, nëse zgabohen? Komplet biletat shkojnë për, do më thonë, qka do që fitohet për biletave, që i budget, na po investojmë fondacioni në 2 drejtime. Këtë pjesën e të rive, di që e ka një destinim për të rritë, mirë po ato din ma mire din Jeta Gërshari që është koordinatore, por mirë po edhe një pjesë e bugjetit shkon për, do më thonë, jemi të punu në faqen TripAdvisor,
Do më thonë jemi të prezentu, jemi të mundu me bo një prezentim sa ma serios Gjakovës, me gjitha atraksionet cilat i ka për mu vizitu, aktivitetet outdoor që janë në për male, në për Shqipnin e kena ngatë shumica e turistave që po vinë edhe për punën e hikingut. Me vizitu bukurit natyrore për rreth Gjakovës. Këtu sene kemi për pos pikave të turizmit kulturor, po flas shtëpive të vjetra, qarshive të vjetra, muzeut etnologjik e tjera, xhamive, kishave, teqeve. Këtë këto kanë mu prezentu në TripAdvisor. Që një pjesë e bugjetit shkën në dhe që atë. Fantastike, po edhe diçka tjetër në kësha thonë ato biletat, bilet paktën në një qesh mëse le pa hongër në Gjakovë, me shkru. Mëse le pa hongër në Gjakovë. Më ushqy pa tjetër duhet, në qytetin në Gjakovës, dhe nuk bën me shku aty, vish me pikë pa diçka. Pa hongër i tolë me patigjona. E mare me patigjona, që fare dushte, i kanë ato specialitetet dushqime, përgatisin edhe, kur ta bin, dishysh ta bin me një farë lezeti atë ushqime. Ti në shojnja 2-3 lape, pas ka lide, Gjakova, qëtë sisteme ka. Po ka unë tu fort s'ky. Kemi edhe diçka, se nuk e përmendëm, por duhet me përmend, në gjuhën arbreshe ka mu këndu me datën. Kjo është risi, që me datën 27 i kemi, në të njëjtën natë i kemi 2 koncerte. Eleni Kristu, cila është një këngëtare që vjen nga Greqia dhe për herë të parë në Kosovë ka me këndu muzikë arvanite. Po, që na i përcjellim për YouTube-it, kena informata për atë muzika, aty këtu ka hinë, ndoshta ndonjë këngë kemi ndëgju, mirë po, për herë të parë kemi me po diçka live, origjinale, prej venit. A ke vështirë me ra në kontakt me te? Në qasja... Kështu, nuk ka qenë shumë vështirë, se kemi një kontakt shumë të mirë. Vjetë kemi pas në ditë të nëntorit, kemi pas grupin Saziso. Një grup, po. Ate edhe ata performojnë kështu kabatë përmetit. Edhe njoni për antarëve të grupit, Aurel Qirio, i cili është violinist, a i ka jetu për ma tepër se 15 vjetë në Athinë. Kështu që e njef skenën e muzikës greke, po gjithashtu dhe i njef edhe artistët cilë këndojnë këngë arvanite. Kështu që na ja kërkum. Faktikisht e patëm bu një biset që kishtë qenë mirë përshka kontakteve që i ki atje, edhe ajna gjeti këtë... E s'ka hezitu as pak? Ja. Në ka qenë shumë e lumë për përftesin që pojnë. Po, do të vinë, do më thonë, me disa, me një ansambël i cili është i formuar prej Aurelit, edhe bashkarisht e kemi bërë një farë programi prej këngëve ndoshta ma reprezentative të muzikës arvanite, cilat edhe njohim edhe na. Dhe po përveç Eleni Kristut ka me qenë edhe një grup do më thonë një grup grash prej Sicilisë, të cilat këndojnë muzikë arbreshe. Po ma tepër të rajonit të Kalabris, është fjalla për Anastratigo, edhe ajo e prezenton një tradit ma tepër se 16 gjeneratave të cilët janë veç të jetu, dhe më thonë të diasporës, për diasporave ma të vjetra arbrore, cila eksiston në Italinë. Ka mundësi me komuniku me të dy grupet, si nga Greqia, si nga Italia? Po që të shtashojme edhe për neve është interesant kjo. Do më thonë me qenë se me sa e diju ne, pjesa ma madhe e arbreshve të cilët jetojnë në Sicili, janë me prejardhe pikërisht prej Mores, prej rajonit të Mores në Greqi, edhe është, ta themi, dialekti i njëjtë paka shumë të cilën e flasim, ka me qenë një sen interesant edhe për neve. Edhe ata ka një urinë, në më dhone, historisë të në familjes, prejardhjen e gjitha ato? Po, djetë normal kuptohet, pe ka i të vine tek. E kemi pas në plan edhe, bile e kemi pas të konfirmume, se dëshim i mledhë diasporën arbrore, komplet, edhe prej Zarës, Kracis. Ka edhe atje, po. Mirë po, ato do ta kemi në verë, ditët e shqiptarit, është fjalla për këngëtarën Dina Bushic, që i bjen Dina Bushi në esencë, ata janë me prejardhe prej Malësis të Shkodrës, dhe mirë pa ajo ka prezentimin pak ma specifik, e ka edhe me vizuele, me video, kështu që
thëshim 3 koncerte, nuk ja japim hakën të 3-ve për me prezentu sa më shumë. E mbulojmë. Kështu që e la me 2 koncerte në nëntur, e në ditë të shqiptarit kemi pas edhe, të më thonë, arbresht e Zarës. Paska gjona shumë bugura, dhe më thonë shumë arsye për me qene, një prej arsyeve është se edhe Gjeriko ka me pas një koncert. Gjeriko ju, po ka me qenë unë me solo projekt. Kompte mija të solo projekt. Okej. Edhe që është planifiku? Po ato, koncerti matë me datë 21, është prej herave të paktat cilat e kom prezentu si program, ma tepër në Shqipni se sa në Kosovë, në Kosovë është hera 2 që po prezentoj, këtë herë në një format pak ma të gjone, kemi edhe një pianist bashkë, përpos unë jam gitar vokal, është Dalvin Mamusha në violinë edhe Tanju Sulejman është në perkusione, edhe do t'i këndojmë këngët e solo projekte që janë publiku prej 2000-ës, këngë si Natë e Gatë, Vajza Tokave Diellit, Dul Behari, Rani Fjollën Synin tem, që to këngë që i kom publiku në solo projekt. Mirë po edhe një 3 përpunime të këngëve të Gjerikos, kështu në një formë akustike, kështu që jam kogja entuziast edhe për këtë projekt. Mrami fantastike, përveç gjitha mramive aty që do t'jenë, edhe muzikën e Petritit. Po kismet me një salë shumë, hera parë dhe që po prezentojmë në një salë të tillë, me që ka që kapacitet që mundet me zonë një audiencë më të madhe. Edhe normalisht aja akustika, kushtet e krejt që kryohen aty që të banë shumë mirë mundi edhe vetë si artist. Definitivisht. Petrit, faleminderit shumë, suksese. Ishte knatësi edhe po shumë ndalë me kësi gjona, sa ty takoj se ki qef me prej ka pak dhe tela dhe gjona dhe në muzikën aty. Po shpresoj edhe kur gjenë kuha e festivalit dhe të shqiptarit, vim prapë. Pa tjere bile me mujt nga të një tavës e këshim bu këtë ma bërë. E bujnë, në Gjaku. Na ka hija, dhe na di me në gjyka pak shto, e në shëndore. S'kila kundur kërgjë. Po edhe me la pikë të ka pak në ka lidhje. Ishte knatësi, faleminderit shumë, te Lotina dhe sa përshëndetje me Petritin.